Bregdeti pastrohet me aksion, ndërsa kryeministri në anën tjetër ndan tenderin 2.1 miliard lekë për mikun e tij. Është një fazadë bajate e përvitshme që përdoret për të mbuluar shpërdorimin e buxhetit të shtetit. Kështu ka nisur edhe këtë vit përgatitja për sezonin e ri turistik. Ekipet e punës janë në terren për pastrimin. Kryeministri Rama ka ndarë këtu ditë disa video nga pastrimi i Bregdetit, nga Flora, Katundi i ri në Durrës, Semani i Fierit. Njëkohësisht po vjon edhe plugimi i Rërës. Qindra persona kanë marrë pjesë në një aksion të gjerë pastrimi për zonën e Bregdetit Nardës-Vërnec, të organizuar nga prefektura e qarkut të Florës. Aksioni vijon prej 10 ditësh edhe përgjatë vijës përgatare të ndarësesës të Pishporos. Janë punonjës të bashkive, të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit, të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, të prefekturave, ndërmarrjet e pastrimit.